Këngëtari Luiz Elli ka reaguar pas vendimit të gjykatës së apelit, në të cilin u shpalli pafajshëm. Apeli kishte rrëzuar vendimin e gjykatës së Firit, për të cilin e kishte dënuar këngëtarin me 1 vit burg për falsifikimin e një deklarate notariale. Pas një betejë të gjatë me padrejtësinë pas një vendimi që u bë titull përtalësh dhe fesë për disa, drejtësia foli sërish dhe qartë: "Jam i pafajshëm." Gjykata e apelit rrëzoi atë vendim absurd që më dënoi me 1 vit burg, jo sepse më dha një favor, por sepse e pa të vërtetën. Një të vërtetë që shumë nuk e kërkuan kurrë, sepse nuk ju interesonte drejtësia por shkatërrimi. E derisa unë luftoja për të mbrojtur emrin, jetën dhe të ardhmen time, kishte njerëz që qeshnin, kishte sy që ndriçonin nga lajmi i dënimit tim, madje edhe thoshin që e mori atë që meriton. Është koha që njerëzit ta ulin kokën, jo nga frika por nga e vërteta, sepse kur e dëmton një njeri të pafajshëm nuk fiton as drejtësia as morali, por veç urrejtja. Faleminderit drejtësisë që foli, faleminderit atyre që besuan në pafajësinë time, deklaroi Luiz Elli, ku duke mjaft i lumtur. Nga ana tjetër na duhet të themi se Luiz Elli është lumturisht i martuar me Kiara Titon dhe nga martesa e tyre ka në jetë një vajzë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.